Pas deklaratës publike të Bardhit në lidhje me aktorin Vispupa, rrjetet sociale u përfshin nga një valë komentuesish që pretendonin se reagimi i Bardhit ishte shkruar nga partnerja e tij, Sara Gjordeni. Këto akuzat të pabaza nga ndjekësit nuk janë të parat, por sot Sara nuk kishte më dhe pati një përgjigje ndaj gjithë komentuesëve. Nuk jam unë ajo që e shkruan reagimet Bardhit, deklaroi Sara duke theksuar se ndonse në shtëpinë e famshme shfaqi një natyrë dinamike, ajo nuk ndrysoi në mendimin dhe zërin e partnerit të saj. Ajo ka kërkuar ndaljen e komentimeve që cënojnë dinjitetin dhe familjen duke shtuar: "Mos ja përmendni gruan tjetrit, por këto gjëra vite më parë janë vrarë njerëz. Ju nuk e njihni Bardhin dhe nuk preket njeriu te nëna e fëmijës së tij", ishin fjalët e Sara Gjordenit. Ndërsa nga krahu tjetër, Bardhi reagoi shumë ashpër duke theksuar se postimi i tij ishte personal dhe duke dalë hapur në mbrojtje të Sarës. "O njerëz të degeneruar, unë e kam shkruar vetë, edhe kur gjë të keqe nuk i thash, thjesht i urova liri siç më kishte uru ai mund dikur. O njerëz të degeneruar, se prej këtyre komenteve që shahet gruaja, lej një herë, lej dy herë, po nesër më çohet koka dhe shkoj në burg, se e marr personale me ndaj bërllog për juve këtu, o bërlloga. E shkatruat këtë popull të shanë në internet, o bërloga, o plera. A e dini se tragjedia vjen prej komenteve t'juaja në përditshmëri? As ju kam bërë kur gjë, as ju kam borç kur gjë. Ndarni këto komente se pasha Zotin keni më marrë në qafë veten. Se kjo e gjua që e kuptoni. Kushdo që ka problem personal me mu, let më vjen mu direkt. Let më shku në Instagram, ja çoj adresën ku jetoj dhe hajde të shohim kush e ka gruan e mirë e kush të keqe." Këngëtari përfundon me një thirrje të drejtë për drejtë ndaj kujdo që ka probleme personale me të. Ti drejtohen atij drejt për drejt dhe jo të përfshin persona të tjerë, duke e mbrojtur Sara nga sulmet dhe përfshirja në drama online. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.